Unë nuk më bërë koalicion që partneri im të përgjoj mua si partner dhe partit tjerë. Por ja që doli në sipërfaqe një mega skandal vërtet i madh, që vendin e zhyti në krizë të thellë politike. Sigurisht që ne u përpoqëm të jemi konstruktiv dhe të dobishëm për interesat e qytetarëve, për interesat e shqiptarëve, për interesat e elektoratit, pavarësisht zërave. Edhe unë ha bukën e këtij trolli, ecë mbi rrugët e këtij vendi, dëgjoja zëra, braktiset, qeveria, largohemi prej institucioneve, vëllezër e motra. Unë nuk dua të zhgënjej besimin e shqiptarëve. Unë dua që punën me përgjegjësi t'i kryej dhe nuk veproj në eufori, as nuk bëj politikë emocionale, pas edhe folklorike. Ne kemi imponuar dialog. Ne kemi imponuar që partitë politike të ulen në vend, gjendet zgjidhje për këtë projekt, sigurisht që të mençur përfituam edhe simpatin dhe përkrahjen e komunitetit ndërkombëtar. Ne nuk mund të thirremi që jemi shtet sovran dhe nuk mund të ndërhyjë Brukseli dhe Washingtoni. Pavarësia dhe autonomia klasike është humbur përderisa ti voton me 10-100 ligje me yll të Europës. Para sovranitet dhe integritet klasik që ti andron e ke humbur që në momentin që je përcaktuar që do jesh pjesë e Europës. Dhe s'ka se si problemet të menaxhohen jashtë autoriteteve dhe strukturave të Europës.